stradës së Fierit i iku një personazh i cili ishte i papërtuar dhe me një fjalë ishte aktor i madh me role të vogla. Sotiri ishte i papërtuar dhe roleve të vogla i ka bërë shumë hizmet. Kështu që do të mbetet i paharruar në prezin që ka jetuar dhe në prezat që vinë. Jam shumë e tronditur nga vdekja e Sotirit. Na iku edhe një vllai i estradës. Jam shumë emocionuar, shumë. Iku një nga njerëzit më të mirë të estradës, një nga njerëzit më korrekt, më punëtor, një që nuk e bënte fjalën dysh, po vetëm dinte punën, kishte një mirësjellje të jashtëzakonshme si njeri. Ai ishte për mua njeriu i madh që bën rolet e vogla, po që u jep një art të madh. Ai me rolet e vogla ka shkëlqyer. Ai Sotir, kur e merrte rolin, gëzohesh si fëmijë dhe mundesh, do vishem kështu, do bëj këtë, do marr të bëj këtë detaj. I thoshte regjisorit, po edhe këtë detaj, si thua ti Gjuli, si thua, i thoshte gjithë shokëve. Ka qenë i jashtëzakonshëm për punën, punëtor dhe ato rolet vogla ata e bën artist madh. Dhe ne të gjithë kemi një detyrim të madh karshi atij njeriu, se ai na plotësonte ne të tjerëve, na plotësonte rolet tona. Pa Sotirin, pa rolet e vogla nuk bën rolet e mëdha, se rolet e vogla i nxjerrin pa rolet e mëdha. Kështu që për artist nuk kam çfarë të them, është artist i madh. Na iku një njeri i mrekullueshëm, një aktor i mrekullueshëm i Fierit. Unë jam shumë emocionuar, e thash disa herë, po o Zot, çfarë të them? Zoti ta mbaj në krahët e tij, t'i lë uratën fëmijëve të vet, gruas vet, i përjetshëm të jetë Sotiri jon. I përjetshëm o Zot. Më thuaj kur të filloj. Fatkeqësi që ndodhi, unë jam në fat që unë ndodha në Fier që ta përcjell. Ishte një muzikar fierak, i urtë, i mençur, krijoi role kaq të bukura sa që na ka habitur dhe neve për talentin dhe mundësitë të tij. Mendoj që Naq Sala do mbetet i përjetshëm dhe do ta kujtojmë gjithmonë. Tirojmë familjet dhe të dashurit të tij.